Ju jeni prononcuar shpesh dhe i kam ndjekur në fakt me interes prononcimet tuaja. Doja të dini diçka më tepër në lidhje me rrënjët e këtij konflikti, qoftë për sa i përket Iran-Shëba apo Iran-Izrael, por qoftë për sa i përket konfliktit lindjes mesme, sepse shumë njerëz shpeshherë i mbivendosin të dyja ose i ngatrojnë realitetet e Palestinës me ato të Iranit, dhe natyrisht në këtë kakofoni zhurme televizive, shpeshherë e vërteta nëse ajo ekziston, humbet deri diku. Rrënjët rrënjët janë gjithmonë, për vetë faktin që janë rrënje janë shumë thella në kuptimin edhe duhet të shkosh shumë brapa në kohë për sa i përket konfliktit që ndodh në lindjen e mesme. Le të themi që rrënjët janë përgjithsisht rrënjë të një konflikti fetar. Dhe një konflikt fetar në të cilin ka filluar, po themi, që me vdekjen e profetit Muhammed, në ndarjen e madhe të Islamit, Suni dhe Shia, pastaj është përzier me konflikte të tjera, për sa i përket të krishterëve që kanë qenë në zonën e Jeruzalemit, ka qenë perandoria bizantine atëherë, kemi pas kryqëzatat, pas kryqëzatave pastaj perandoria otomane, pas perandorisë otomane, pastaj kur filluan prap vendet të bënin një eksperiment të vogël me nacionalizmin arab, pra ato që kanë qenë partitë bathiste, parti të majta, të cilët e morën pushtetin në një pjesë të mirë të vendeve të atij rajoni. Saddami për shembull ishte në parti bathist, Asadi ishte bathist, gjeneralet që morën pushtetin në Egjipt ishin bathist, pra një bashkim i të majtës me nacionalizmin arab. Dhe pas dështimit të këtij eksperimenti me nacionalizmin, u rikthye prap pjesa fetare po themi e konfliktit, e shfrytzuar nga vëllazëria muslimane në fillim, pastaj e shfrytzuar nga, po themi, nga pjesa tjetër e Iranit, sidomos pas 79-s me ardhen fuqitë të mullave. Po para se të shkojmë atje, në fakt se këto janë zhvillimet të pjesës së dytë të shekullit 20, pra rryma pan-arabe nacionaliste me partinë bathiste dhe nga ana tjetër natyrisht vëllazëria muslimane. Por po të qëndruar pak, domethënë ne kemi dy realitete të kyçe në atë rajon, është çështja palestinese, e cila i ka rrënjët kyç ndërmjet dy luftrave botërore, dhe pastaj Irani që natyrisht është i mëvonshëm, edhe ardha e ajatollave pastaj në vitet 70 që është shtyr në drejtim të një revolucioni islamik, i cili pa që të ndahej rrënjësisht jo vetëm me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe Izraelin, por dhe me pjesën tjetër të botës arabe. Pra dy realitete në dukje të ndryshme, por që vijnë të bashkuara në pikën ku jemi për shkak të nxehtësisë së situatës në të dy frontet. Po edhe pjesa e konfliktit arabo-izraelit nuk i shpëton pikërisht kësaj panorame të madhe që thash. Në fillim ishte një pjesë e atij eksperimentit pan-arab, pra e pan-arabizmit me partitë bathiste. OÇP-ja Arafat për shembull në vetvete ishte një organizatë e majt, nacionaliste arabe, po ishte e majt, ishte marksiste-leniniste teorikisht, domethënë. Dhe si tillë ishte ajo që udhëhoqi, pra në periudhën kur gjithë ishin me ato rrymë pan-arabiste, ishte nacionalizmi plus pjesa e të majtës që i bënte me aleancë që të ishin me Rusin, me Bashkimin Sovjetik në atë kohë, dhe në momentin kur ra kjo frym dhe filloi të dilte fundamentalizmi, atëherë ra roli i OÇP-së së Arafatit, ndargadalë se dhe sponsorat e saj ndaluan, dhe filloi të rritet roli i Hamasit, i cili ishte pra vazhdimi i vëllazërisë muslimane. Pra në kontekstin e gjerë, ky eksperiment ose këto gjëra që ndodhen në gjithë rajonin janë shfaqur dhe në rastin e, po themi, të konfliktit midis arabëve dhe izraelitëve. Nuk është konflikt midis palestinezëve, ata që janë ngulur aty, dhe po themi izraelitëve. Është një konflikt ku në Izrael apo në bregun perëndimor apo në Gaza? Ata që janë të ngulur aty kanë fjalën për ata arab që jetojnë brenda në territorin e Izraelit dhe të Palestinës. Pra konflikti në fillim kur ndodhi ishte një konflikt midis arabëve, nuk quhesh si çështje palestineze. Sot një pjesë mbështesin Hamasin, ata në Gaza, dhe pjesa tjetër mbështet. Duhet kuptuar si ka evoluar konflikti. Konflikti në fillim nuk ka qenë midis, po themi, konflikt për Palestinën. Ka qenë një konflikt midis arabëve
dhe izraelitëve. Para kënë shtetit Dhe Izraelit. në momentin kur krijua shteti i Izraelit, arabët donin që mos kishte asnjë shtet izraelit aty. Dhe nuk është se ishin vetëm, po themi, ata arabët që jetonin në zonën e Izraelit edhe të Palestinës, po ishin arabët që ishin në Arabi Saudite, ata që ishin në Egjipt, ata që ishin në Jordani, ata që ishin në Siri, ata që ishin në Liban, ata që ishin në Irak. Në luftën e parë arabo-izraelite ka pasur trupa në gjithë të vende që thash. Ka pasur trupa në Egjipti, ka pasur trupa në Arabia Saudite, nga Jordania, nga Siria, nga Libani, edhe nga Iraku. Megjithatë përqendruar para se Dhe shpëtir. të gjitha vajtën sepse nuk donin që të kishte një shtet izraelit aty. Donin që e tokë të ishte tokë arabe, sepse ishte kjo fryma e pan-arabizmit. Çështja palestineze ndodhi më vonë, ndodhi në 64 kur u krijua Organizata për Çlimin e Palestinës. Po deri në atë kohë, secili prej këtyre shteteve kishte agjenda të ndryshme. Për shembull, Jordania donte të pushtonte gjithë territorin. Mbreti i Jordanisë që ka qenë atë kohë, donte që të kapte maksimumin e mundshëm dhe sidomos të kapte bregun perëndimor. Dhe arriti të kapte bregun perëndimor nga 48 deri në 67 ka qenë pjesë integrale e mbretërisë së Jordanisë. Dhe si e tillë ishte pjesë zyrtare e territorit, pavarësisht se nuk u njoh, po themi, nga bota sepse kufit ishin të përcaktuar që përpara, por ishte pjesë integrale, ndërkohë që Gaza ishte pjesë e Egjiptit. Pra, në frymën e këtij panarabizmi, secili prej fqinjve tentoi të kapte një copë territori për vete, jo për të krijuar një shtet palestinez, por në mënyrë të tillë që secili prej fqinjve që ishin rreth rrotull të kapte një copë territori zgjeronte më tepër. Egjiptianët arritën të kapnin Gazën, Jordania arriti të kapte bregun perëndimor, Siria tentoi të kapte, kapin në dy fshatra, nuk